që normalisht do të ndikonte pastaj do të kishte efekt edhe në përbërjen qeveritare. Të dy partitë më të mëdha opozitare, LDK dhe PDK, deri diku kanë artikuluar që nuk kemi një vit të kuqe me lëvizjen vetëvendosje, por sot Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje në këtë moment ku ndodhet Kosova. Me kë është më pranë? Pra, ku është probabiliteti më i madh që të bëjë koalicion me Partinë Demokratike apo me Lidhjen Demokratike të Kosovës? Po është e vërtetë që dy partitë Alba kanë qenë shumë të hapur me idenë që s'kan vija të kuqe, normalisht që të dyja e kanë potencuar faktin që s'mund të ketë, sepse gjithmonë gjithë ky bashkëpunim domosdoshmërisht Alba ta qartësojmë lidhet me çështjen e zgjedhjes së presidentes apo presidentit, sepse sa i përket kuvendit dhe qeverisë, normalisht se zoti Kurti dhe vetëvendosja nuk e kanë nevojën e askujt për mbështetje, sepse kanë votat mjaftueshme tashmë për të zgjedh edhe kryetarin e kuvendit, edhe kryesin, edhe qeverin. Ajo çfarë mbetet pikpyetje që mos harrojmë ta përmendim Alba është tek konstituimi i kuvendit, do të jetë shumë e rëndësishme se çfarë qëndrimi do të mbajë lëvizja vetëvendosje karshi vendimit të fundit të gjykatës kushtetuese sa i përket zgjedhjes së nënkryetarit serb. Pra gjykata kushtetuese e ka hedhur si jo legjitim, pra jo kushtetues zgjedhjen e Nenad Drashiqit në legjislaturën e kaluar, pra pas zgjedhjeve të shkurtit, dhe ka kërkuar që nënkryetari nga pakicë serbe duhet vi nga grupi parlamentar më i madh i pakicës serbe, që i bie nga lista serbe. Tani ne e dim pak a shumë qëndrimin e vetëvendosjes sa i përket listës serbe dhe tentimit të tyre, po them, që ta përjashtojnë në farforme nga politika kosovare, normalisht për shkak të backgroundit të saj edhe le të themi bagazhet që ajo bart me vete, duke qenë se dikur ka qenë e drejtuar edhe nga Milorad Dojičić, një person që kërkuat nga drejtësia kosovare ndërkombëtare, dhe një njeri që i ka pri sulmit terrorist në Banjsk, por që në anën tjetër ligjet dhe kushtetuta janë aty dhe ato duhet respektuar. Tani mbetet të shihet kjo se si do të jetë qëndrimi i lëvizjeve vendosje, por i kthehem prapa asaj, pra sa i përket qeverisë dhe kuvendit, lëvizja vendosje nuk e ka nevojën asnjë partie në këtë rast, sepse ka votat mjaftueshme për të arritur 61 vota dhe për të kaluar gjithçka pa ndihmën e opozitës. Arsyeja pse mund të kemi një bashkëpunim vjen si rezultati i asaj që vjen vetëm pak kohë na kanë mbet kur zoni Osmani përfundon mandati, te Kosova duhet zgjedh një president apo presidente e ri. Dhe këtu zoti Kurti pa tjetër që i duhet ndihma e opozitarëve, nëse jo me vota atëherë i duhet patjetër ndihma që ata të qëndrojnë sallë për të kriju quorumin, pra dhe për të pas 2/3 e votave të pranishme në momentin kur zgjedhet presidenti, sepse edhe tek presidenti kemi disa rande të votimit dhe në randin e tretë Alba nuk nevojitet patjetër 2/3 e vota, mund të votohet edhe me 61 vota, por duhet patjetër që 2/3 e deputetëve të jenë të pranishëm në sallë. Kështu që në këtë rast, nëse shohim ato çfarë kemi dëgjuar deri më tash, Alba normalisht që lëvizja vetëvendosje i konvenon shumë një bashkëpunim me LDK-n. Këto pak a shumë e ka treguar edhe pas zgjedhjes shkurtit që ka qenë vetmja parti e cila ka marrë ftesë nga lëvizja vendosje, edhe pse LDK e kishte konsideruar jo shumë serioze ftesat që ka marrë nga lëvizja vendosje. Dhe mbetet të shihet tani se cili do të jetë qëndrimi i LDK-s dhe nëse do të kemi eventualisht një ftesë për këtë. Por nëse e shohim kështu në tërësi, po them, dhe në bazë të deklarimeve, atëherë duket se po themi bashkëpunimi i vetëvendosjes është më i mençur me LDK-n, për shkak ndoshta edhe të një të kaluare deri diku, një bashkëpunim që ata kanë pas dikur, por edhe për faktin që është thënë, kemi pas javën e kaluar ne kemi biseduar bashkë pak a shumë me ato se çfarë ndodhi në kuvendin e LDK-s, në kuvendin e punës, ku u rikonfirmua zoti Lumir Abdigjiku përsëri kryetar deri në fund të mandatit, pavarësisht të lasheve në zgjedhje dhe rezultatit të dobët, por nga shumë, le të themi, opinionist, gazetar, analist, është komentuar që, le të themi, rikonfirmimi i zotit Abdigjiku në LDK deri diku hap rrugë një mundësie që LDK-ja ndoshta edhe t'i bashkohet lëvizjeve vendosje në një koalicion të mundshëm ose në një marrëveshje politike që mund bëhet ndoshta edhe vetëm për presidentin apo presidenten, po që domosdoshmërisht do të ketë disa kushte për LDK-n ose nga të dyja palët në këtë rast. Dhe shumë kush e ka parë që ky rikonfirmim i zotit Abdigjiku në farforme është shenja e parë që
LDK mund të afrohet me lëvizjen vetëvendosin, sepse është ditur qartë se në rast se nuk do rikonfirmohej zoti Abdi Gjiku dhe le të themi në krye të LDK-s mund të vinte Abdullah Hoti eventualisht, apo Hikmete Bajrami, apo kushdo tjetër pak a shumë që le të themi kanë qenë kritik ndaj zotit Abdi Gjiku dhe rezultatit të LDK-s, janë personalitetet LDK-s cilat në asnjë formë nuk do të pranonin realisht që të bashkëpunonin në çfarëdo forme me zotin Kurti, e as t'ja mundson e atij që ta zgjedh presidentin apo presidentin e ri, sepse një pjesë e madhe e kastës politike të LDK-s, sidomos le të themi kjo gjenerata pak më e vjetër e saj, që kanë qenë edhe në kohën e zotit Sejdiu dhe në kohën e zotit Mustafa, konsiderojnë që ndoshta fajtorë më të mëdhej për atë se çfarë ka psuar LDK, edhe në 2021-shin, edhe në zgjedhjet tash, ka qenë si rezultat i gabimeve të saj normalisht, por edhe rezultati asaj çfarë kanë ndodhur brenda saj, si për shembull rasti i largimit të Zonjës Osmani, Provjos Osmani dikur ka qenë kandidate për kryeministrin e LDK, dhe largimi i saj nga LDK-ja normalisht bëri që në atë kohë LDK-ja të shkonte në 12%, pra ta ketë rezultatin